Në mbrëmjen e 17 prillit në Tiranë, u mbajt protesta e radhës e thirrur nga Partia Demokratike, e cila vjen si pjesë e një serie tubimesh kombëtare të organizuara nga opozita. Tubimi u zhvillua në një nga sheshet kryesore të kryeqytetit, mes mbështetësve të shumtë të Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj politik. Gjatë fjalës së tij, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, mbajti një qëndrim kritik ndaj qeverisë, duke cilësuar situatën në vend si të dominuar nga një regjim autokratik. Ai akuzoi ekzekutivin për lidhje me krimin organizuar dhe për sipas tij, keqpërdorim të pushtetit dhe pasurisë publike. Të dashur qytetarë dhe qytetarë, demokrate dhe demokrat, të nderuar deputet dhe aleat Partisë Demokratike, të dashur opozitare dhe opozitar, shqiptare dhe shqiptar në këtë shesh dhe kudo që ndodheni sonte, përshëndetjet e mia më të përzemërta për ju, misionar dhe misionare të pamposhtur të Shqipërisë. Sot ne mblidhemi këtu jo thjesht si opozit në këmbë dhe kundër diktaturës autokratike, me serialin më të fuqishëm të protestave, kryengritjes paqësore që Shqipëria ka njohur në 35 vite të fundit. Sipas Berishës, qytetarët që marrin pjesë në protesta po përballen me forma të ndryshme presioni, ndërsa deklaroi se opozita mbetet në vlerësimin e tij e vetmja alternativë politike për ndryshim në vend. Menjëherë pas përfundimit të fjalimit të Berishës, protestuesit hodhën fishek zjarre, duke shkaktuar momente tensioni gjatë zhvillimit të protestës.